Nga nëna, gjyshi bën një ndërhyrje as pak normale, që nuk e kuptojmë nëse vjen nga ignoranca apo nga e keqja që nuk i del për asnjë moment. Pësh një gjallë, atë gjallë, am thes të vdek me datë 9 Dabim Murraj. Inshallah nuk na vdes rrugës. Të më kuptesh drejt. Edhe me më vdek rrugë, unë nuk i vëllë Dabim Murraj. E marrun procesin dhe po të flas, tash në rolin e shefit kriminal. Dhe ti duhet të kesh kujdes kur flasësh. Unë i thoj dy fjalë po si kom me to. Po si ke bën pra se ke Po shkët fëmijë me ngrinë që fillim. Ai po mangja. Është djalë asaj zot. Jo, të bëj komunikimin që ta dish. Që po bën ti tash. Me na litë drejta që bëjmë edhe veprime të tjera. Sepse veprime të dyshimta për ne. Në fakt, e drejta për të bërë veprime të tjera ka lindur që në momentin kur nëna e fëmijës ka kërkuar të bashkohet me djalin e saj. Ndaj e përsërisim. Mos veprimet e mëparshme të policisë e kanë çuar në këtë situatë. Dhe sapo Hamiti mbaron pjesën e tij, në rol futet bashkëshortja e cila ka një pjesë tjetër të skenarit. Do të bëj pasaport, shkove në Itali, ku do me shku në Angli, bëj vizë që nesër shkej. Nuk të analoj fëmijën, po të Dhe më në lejë, do të bësh gabimin. Dhe më hapish praktikë, dhe më hapish knej, dhe ta moj shanej, dhe që këto kohë. Ratë parë me dojtë për fëmijën, se fëmija më qanë më nesë, se do të folë me nonën. Oj non, se non ka ty, 100 herë, oj non fëmijët. Zot lavdi e non, pa non e vetë je. Në këtë debat që pavarësisht toneve më të buta, na kujtojnë takimet e njëpasnjëshme pas një lloj rezultati që kemi bërë muajt e fundit. Një tjetër punonjës policie ja bën gjëra të qarta gjyshit Kokfort. Po tash po ta them. Ka gjithë masdite që po e thotë. Komunikim bashkë për këtë punë. Dakor, dhe kur përdor të lloj shprehësh, atëherë në analizë dyshim dhe analizë të drejta që ne të kryejmë veprime parandaluese për këtë gjë. Një mesazh i qartë që gjërat nuk janë më si më përpara, kur ky i moshuar komandonte të gjitha institucionet e Burrelit. Por edhe një sinjal për ne që rikthimi i fëmijës në krahet e nënës ishte më afër se asnjëherë. Duke parë që arritëm në këtë orar të zgjatur për ekzekutimin e vendimit, fëmia për shkaqe fizike dhe biologjike është pothuajse i pangrënë gjatë ditës, nuk pranoi të konsumonte asgjë. Në të tilla kushte jemi detyruar ta ndërpresim, por jo duke shkuar pa një premtim nga ana e debitorëve që në datën 9/12 ora 11 do ta sjellin me vullnetin e tyre. Është data 9 dhjetor dhe nisemi drejt Burrelit me shpresën që kjo do të jetë hera e fundit që udhëtojmë për këtë qëllim. Sa ditë për 31 herë që po vi. Qa mendon përse? Inshallah do e realizojmë, se më patëm dhënë një premtim që do ta marrë fëmijën. Nuk është se va kam besimin, fëmija më shumë i ndikuar nga gjyshërit. Momentin që më shikon mua, fëmija është i trembur. Herën e fundit që më dha besën Zoti Hamit, më tha që do ta sjell gjunin o gjallë ose në arkivol. Atë gjallë, am thes të vdek me datë 9 Dabim Murraj. Kjo gjë më trembi shumë. Dua shumë që kjo të jetë rruga e fundit dhe të bashkohem me djalin.